Jalla, jefsh nuse. Ngele tërë ditë në dorë me atë traktorin me dëk të hangër një mortje të hangër. Shterë për dreqit. Bol, se na e bëre kokën me gjunga. Si bol me. Shka me e tjelëra tokën harë me të hangër të mortit të hangër. Edhe ti që ke pjell, njërin më budalan atë tjetrin e ke. Dhe të mendosh që ajo plaka ty është ky zotria këtu ka që bukurosh? Artisti i njohur i humorit Agron Llaka ishte i ftuar i veçantë dje në natë me Xhaxhiun, ku rrëfeu copëzat e jetës së tij artistike, por edhe opinionet e tij për politikën, artin në përgjithësi dhe humorin në veçantë. Ideator dhe drejtuesi Al Pazar tek Vision Plus, për Agron Llakajin ky spektakël nuk ka vetëm kuptim gjeografik, por ideon atë që Shqipëria është akoma në pazar. E gjithë pasaporta artistike e Agron Llakës është një larmi e tërë rolesh interpretimesh profesioniste, por humori politik është ajo që spika të dukshëm tek Agron Llakaj. Në momentin kur ka turm, patjetër që humori politik jo se nuk është llokma e parë, por që në momentin që dominon do të thotë se ne jemi një popull të i politizuar, një popull që unë ndaj me publikun e Alpazarit javë për javë përpara se ta filloj shohun, duke i thënë që ne jemi një popull që nëse na kërkon partia ne dalim, dhe në momentin që thonë se është rritur çmimi i energjisë elektrike apo i ushqimeve apo i naftës apo diçka tjetër, ne arrim në shtëpi. Nuk e bolt marrësh montazh nga ku shfaqen tani për shembull fjalë Parlamentit shqiptar nuk ka pse të quhet në Parlamentin shqiptar, duhet të quhet estrada shqiptare në ekran. Për Agron Llakajin imitimi i disa figurave të njohura politike asnjëherë nuk është bërë për inat, por ato figura janë sjellë me humor tek teleshikuesi pas një studimi të mirë të tipologjisë së tyre. Unë nuk kam inat askënd. Kjo është në filozofin time artistike, unë nuk imitoj askënd për inat. Ai shprehet se në gamën e politikanëve që ka imituar, ai që i ka lënë më shumë përshtypje ka qenë i ndjeri Pjetër Arbnori, kurse personazhi më i vështirë ish presidenti Mejdani. Kurse për Berishën ndan bindjen se kur u bë kryeministër ndryshoi dukshëm nga ai opozitari i dikurshëm, por që gjithsesi Agron Llakaj respektoi institucionin e tij kur ai ishte kryeministër i vendit. Në këtë rrëfim me moderatorin Rezar Xhaxhiu, humoristi gjen rastin të flasë edhe për humoristët e vjetër, sipas tij të harruar nga shteti dhe shoqëria, por edhe për humorin e ri, për të cilin mendon se rrezikon të banalizohet nga një humor i shpejt tip fast food vetëm për konsum. Biseda prej afro 40 minutash është shoqëruar me batuta mes moderatorit të Xhaxhiu dhe aktorit. Çfarë nuk kupton kjo natë me Xhaxhiun? Që do thotë që ti vjen dhe ndan natën time me ty, me veten tënde. Sa e ke natën